Me 5, 6 dhe 7 mars, çdo shkollë e Kosovës kujdeset që nxënësit e saj të mësojnë dhe të ruajnë në mendje informacionet për epopejën e UÇK-s dhe sakrificën e familjes Jashari në Prekas të Skenderajt gjatë vitit 1998. Shkolla Dëshmorët e Kosharës në Ferizaj, që çdo ditë të shënuar të vendit organizon aktivitete në bashkëpunim me nxënësit, 27 dhjetorin e kësaj ngjarjeje e shënoi në mënyrë të veçantë, për të përkujtuar sakrificën e jasharëve. 56 balona u ngritën në qiell, për të nderuar 56 viktimat e familjes. Sipas mësimdhënëses Pranvera Qerimi, këto aktivitete ndihmojnë nxënësit të kuptojnë më mirë rreth historisë së vendit. Sot jemi duke organizu një aktivitet duke përfshi 3 datat historike 5, 6, 7 mars, ku ka fillu epopeja e Prekazit, dhe më thonë familja legjendare e Adem Jasharit ka rënë heroikisht. Edhe si simbol i sakrificës së tyre, unë kam vendosur që me nxënësit e gjithë shkollës i kam përfshi prej ciklitor deri te cikli nal, dhe më thonë prej klasës parë deri të 9-ën, me veshje kombëtare edhe kanë me marrë një balon, emrin e dëshmorëve kanë me pas përpara, edhe momentin që e mbaj një fjalim, aty do të i tregoj nxënësave për historinë, çka ka ndodhur, paraprakisht nxënësit janë edhe të njoftuar, se i kam njoftuar domethënë gjatë provave, edhe kemi ngrit 56 balona për 56 dëshmorët e ranë. Qëllimi i këtij aktivitetit ka qenë sa më shumë me ditë nxënësit rreth kësaj historie. Jo vetëm me kalu si data historike, po njëjtën kohë edhe me pas informacione për to. Për çka e festojmë në një farë mënyrë këtë. Se jo rastisht epopeja e Prekazit ndodhi 3 rrethimeve, prej atyne 3 rrethimeve, rrethimin e tretë, familja Prekazi ra heroikisht për me na i sjell lirin që ne sot e gëzojmë. Ajo thekson se nxënësit mezi presin këto data për të nderuar të gjithë dëshmorët e vendit tonë, duke njohur kontributin dhe sakrificën e tyre për lirinë që gëzojnë sot. Këto aktivitete, unë sa i kam pa, do me thonë, gjatë këtij vitit, kanë shërbyja zakonisht shumë. Pse, se momentin që kom pasë si për shembull për 7 marsin, kom pasë si për 7 më të shkurtit, nxënësit me njëherë ma kanë përfshi Besartën, kanë folë për Besartën, do me thonë, me vizitën e saj ata e kanë kuptu për Besartën. Po njëkohësisht edhe për nënën Ferdonie që i kemi pasë për shembull vizitën më herët, e si, do me thonë, çka i bëj në Londën e gjusë Shqipe, do me thonë, gjithmonë i përfshin ato aktivitetet. Edhe kjo më bën mundi krenare se me një farë mënyre marrin informacione nxënësat përveç edhe mësimdhënies. Aktiviteti ka qenë edhe me një farë mënyre ka ngrit vullnet këtë nxënësit si në mësim, po edhe në fusha tjera. Epopeja e UÇK-s fillon prej datës 5, 6 dhe 7 mars. Nxënësi i klasës së 8, Trilon Mujota, para shokëve dhe shoqëve të klasës, prezantoi historinë e familjes Jashari, duke çmuar secilin dëshmor të luftës së fundit në vend. Është shumë e rëndësishme që ne t'i bëjmë kështu aktivitetet, për shkak të arsimdorës Pranvera Qerimi, të cilët është protagonistja e të gjithë aktiviteteve të cilat është duke i bë, na ka mundësuar neve që mi mbajt mend më shumë gjërat dhe që për çdo aktivitet, jo shkollor apo shkollor, ajo paraqitet si iniciativë dhe që neve na ndihmon shumë për shkak se i mbajmë më mirë mend, sepse për shembull ndikon edhe më mirë në mendjen tonë. E kam bërë prezantimin, ku të cilin kam marrë shënime të ndryshme, ku të cilin kam volumtu më shumë, më gjerësisht, për shkak se veç se e kam ditë se çfarë është epopeja, po jo aq gjerësisht, saqë kur e kam, do të thënë, kur i kam marrë shënimet nëpër internet e të tjera, kam marrë shumë më shumë shënime dhe që do i mon mend përgjithsisht. Është shumë e rëndësishme që jasharët, do të thënë, kanë ndikuar mirë në sakrificën e tyre të cilin mundin dhe kontributin, ku të cilin nuk do e harrojnë kurrë, dhe që duhet të jemi mirë njohës për shkak se atyre si Adem Jashari, komandanti legjendar i cili ka rregulluar të gjithë ushtarët e tjerë për të luftuar, na ka mundsuar ne që të kemi lirinë e sotme të gëzuar. Drejtoresha e shkollës Dëshmorët e Kosharës thotë se shkolla që udhëheq është me fat që ka mësimdhënës dhe nxënës të tillë, të cilët çdo kontribut të dëshmorëve e përkujtojnë përmes aktiviteteve të tilla.
Sot në ambientit e shkollës sonë ne kremtojmë me nderin më të thellë epopenë e lavdeshme të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe sakrificën heroike të familjes Jashari. Ky aktivitet ka një domethënie të veçantë për ne si institucion arsimor, pasi që synojmë t'i përcjellim te gjeneratat e reja vlerat dhe dashurisë të sakrificës dhe të guzimit. Në shenjë respekti dhe nderi, nxënësit tanë do t'i lirojnë 56 balona simbolik e të flijuarve për lirin. Pas orës historike, 56 nxënës u rendetën njëri pas tjetrit, duke mbajtur në duar emrat e secili dëshmor të familjes Jashari. Në fund, ata lëshuan balonat në qiellin e kaltërt, si shenjë mirënjohje për kontributin dhe sakrificën e dëshmorëve të vendit.